qëndrim kryezijut. Jo ta përmend, jo pse është CEO i jon, po është, po ne kemi mik qëndrim kryezijut. Kemi mik, është i Unë do t'i uroja sukses qëndrim. 103. Po, unë do t'i uroja sukses mikut tonë qëndrim kryezijut, do thotë është i njohur në botën e sipërmarrësisë dhe të biznesit. Po ta ketë fatin të bëhet deputet i Kuvendit Kosovës, unë do doja që qëndrimit mos ndryshonte asgjë nga ajo që e njohim ne, do thotë sepse i panështruar. Jo vetëm i panështruar, po duke u nisur edhe nga përvoja ime personale, gjithmonë nuk është që po e them tash është li, sepse te deri kam thënë me vjetra, me vjetra, unë e di që kur je në botën e biznesit ekzistojnë presione të mëdha, ekzistojnë kalkulime të mëdha, ekzistojnë, do thotë, përpjekje shumë titanike për me mirëmbajt botën e biznesit, dhe ajo që mund ka bërë përshtypje që ta 2 viteve të bashkëpunimit me të, kur asnjëherë do thotë ky njeri nuk ka ardhur me kërku që mi ndjek agjendat të caktuara politike, ekonomike, në medium, gjë që unë, ajo që do doja për i qëndrimit, nëse do ta ketë fatin të jetë deputeti i Kuvendit Kosovës, vetëm të mos e ndroj këtë cilësi. Ta përfaqësoj fryme liberale. Vetëm këtë, do thotë, vetëm këtë cilësi të mos e ndroj, normal, do të angazhohet për çështje tjera politike dhe publike, por do t'ju uroja që vetëm ta ruante këtë cilësi që kjo frymë liberale, do thotë, liria e shprehjes që ka dominuar këtu, fakti që nuk ka ekzistuar asnjë lloj presioni, po bën 2 vjet, unë nuk e di çka është presioni redaktorial për të ndjek agenda të caktuara politike, atëherë vetëm ta ruan këtë sulmoja atë, kur asnjëherë nuk ka kërku, domethënë unë jam i bindur, asnjëherë në jetën këtë përvojë asnjëherë nuk ka kërku prej meje, do thotë ky është një argument i madh për ta marrë sa peshon në kuptimin demokratik, në kuptimin demokratik e liberal fjalës. Kështu që ajo nuk duhet diçka më tepër prej qëndrimit, nëse bëhet deputet vetëm ta ruan këtë trashëgimi.